përveç kësaj, unë patjetër jam i mendimit që insistoj që qeveria duhet të marrë paketa edhe për bizneset, sidomos për ato biznese prodhuese që mbajnë gjallë mira vende pune në Shqipëri. Që për të mos humbur ato vende pune, mos e kaluar në kolaps ose po themi në faliment, patjetër duhet gjendur paketa, duhet studiuar, nuk mund të vendosen se nëse i bën një lloj mendimi kështu në treg edhe në treg ose në opinion një lloj mendimi që do ta bëjmë me këtë mund të jetë i pastudiuar, pastaj të nesërmen ndryshon edhe siç ndodhi rasti që ndryshe u tha para 2 ditëve, ndryshe u vendos sot. Kështu që këto duhet patjetër duhet ndidhet, duhet të thuhet që ne po mblidhemi, do të gjejmë mundësitë më të mira për të ndihmuar qoftë edhe konsumatorët, ato që janë me të ardhura shumë të ulta, po edhe bizneset të cilët duhet të mendohen që janë bizneset më me risk për zhvillimin e aktivitetit të tyre. Mendoni që do ta mbyllme nga 100 euro si ndoshta radhën e parë për shtresat nevojë dhe pensionistët apo mund të jetë diçka më shumë? Po nuk mendoj që mund të jetë diçka më shumë sepse faktikisht nuk kemi akoma në po themi njësoj si në periudhën e krizës po themi jo Covidit, por në periudhën e krizës luftës Ukrainë me Rusi, që akoma nuk është ajo situatë. Nëse vërtet situata do shkojë deri aty, patjetër që shpërblimet ose kompensimet, rimbursimet për pensionistët edhe për shtresat nevojë, patjetër që mund të shkojnë në këto nivele. Qeveria i ka mundësitë, ka ato fondet rezervë në kohë krizash, mund t'i përdori. Deri tani nuk kanë dhënë në një fishek. Po i ruan për ditë të tjera. Akoma është unë dhe është fillimi edhe me shpresën që lufta vërtet nuk do të zgjas shumë, po nëse mendohet që do të zgjas 3-4 muaj, 5 muaj, pastaj që do jetë shumë problematike dhe duhet detyroj qeverinë jo vetëm të presë që vërtet kjo ne duhet të presim që lufta do zgjas ose nuk do zgjas, po ajo duhet marrë masat që tani të ketë ato planet e veta 1, 2, 3 plan planifikime në rast se krizash të zgjatura, se çfarë do ndodh me shtresat në nevojë, edhe në bizneset me punonjësit të cilët rrezikohen vendin e tyre të punës nga krizat afatgjata. Edhe diçka të fundit kam, sepse ju folët pak më lart edhe jo më kot e përmendet e vajin që vajti 3500, por edhe skenaret që po pak më lart tekstuaj që nëse zgjat 3-4 muaj situata do jetë ndryshe. Nëse ndodh kjo, që urojmë të mos ndodh, sa parashikoni ndoshta që mund të arrijë dhe çmimi i karburantit, sa mund shkoj në Shqipëri? Po nëse ne çmimin e karburantit 2022 me sa mbaj mend ishte shkoi diku 235-240 lekë me sa mbaj mend, edhe kjo ishte 240 është fiksuar imazhi. Po e kemi fiksuar diku e tillë 235-240 lekë. Por edhe kjo ishte një goditje e madhe. Mendoj që kufiri i cili mund të mbajmë neve, mendoj që kufiri i fundit që ekonomia vërtet pastaj mund të kalojë në kolaps, do jetë diku ke 250 lekë. Ne nuk mund të përballojmë dot një çmim më të madh se 250 lekë karburantin. Është me fjalë fundi, pastaj shumë biznese duhet të falimentojnë, të mbyllin aktivitetin e tyre, mund ta kenë vazhdimin e aktivitetit të papërballueshëm, sepse kjo do shkojë efekt zinxhir, çmimi do rriten shumë, konsumi do të vijojë në rënje, pastaj duhet skenar të tjerë që një ndryrje shumë e fortë të qeverisë për të mbajtur stabilitetin e ekonomisë në vend. Mendoj që nuk do të kemi sezonin përpara, e godet dhe sezonin? Po patjetër që do godas sezonin, patjetër do godas sezonin turistik, sepse kjo kriza nuk do të vijë neve, kjo kriza do të jetë botërore, ne nuk flasim vetëm për krizën në Shqipëri, kjo kriza që do prek të gjithë vendet e tjera të rajonit të Europës, do të kufizojë lëvizjet e njerëzve, patjetër që do prek pa diskutim do të prek sezonin turistik, pa diskutim. Ndoshta do ketë rritje të biletës, po themi, biletës çmimit të avionëve, numri turistëve, të cilët do ketë mundësi ta përballojnë. Për një javë në Korçë, Tiranë-Korçë edhe u rrit çmimi i biletës. Po patjetër, për një javë.
Patjetër që kjo, sepse jep efekt zinxhir, do të japi efekt zinxhir, nëse jep efekt zinxhir në një po themi vetëm një sektor të vetëm të ekonomisë, patjetër ai sektor që mund të jetë sektori i po themi i transportit, patjetër që do të fillojë të japi efekt në zinxhir në të gjithë zinxhirin e ekonomisë. Gjithmonë urojmë që kjo luftë të mbarojë sa më shpejt, që jo vetëm neve, por të gjithë vendet mos të kalojnë në kolaps. Neve jemi vend i vogël me një ekonomi të brisht, të cilët është e vështirë të përballojnë kriza. Igli, të lutem edhe diçka, ata që kanë euro çfarë duhet bëjnë tani? Kjo euros në fakt në disa analiza të tjera që kemi bërë për euro, unë kam parashikuar që euro nuk do arritë të rritet, sepse Shqipëri ka akoma shumë informalitet, ka para që futen në mënyra ilegale të ndryshme, po themi para të pista në thonjza, gabenari ilegjitime, vendosja e ligji i ri që doli për paqen fiskale, e cila lejonte të shoqëritë të ndryshojnë bilancet e tyre pas 5 viteve të fundit deri në masën 30%, patjetër që do japi mundësi atyre që një pjesë të parave të cilat nuk i kanë në mënyrë legale t'i legalizojnë. Shumë para do të vinë nga rrugë që janë të panjohura, thjesht ato do të deklarohen. Unë mendoj që kjo do të ndikonte akoma më shumë në uljen e euros para fillimit të luftës. Unë kam parashikuar që euro do të ulet, nuk e di tash me ritme me luftën dhe me krizën që mund të jetë përpara, ndoshta çmimi i euros mund të rritet pak, megjithatë Shqipëri ka akoma para që futet në mënyra para po themi gabimtari jo legale, e cila nuk do të lejojë që euro të rritet. Më themi euro do të jetë kufiri, do të jetë diku aty ku është sot, ndoshta pak ose shumë pak mund të lëviz. Dukuruar që asnjë nga skenarët që ne folëm të mos ndodh, po sigurisht duhet jemi të përgatitur për çdo gjë, edhe aq më tepër qeveria, institucionet. Qeveria ajo duhet përgatisë skenarët e mos zhytjes vendit në krizë të thellë ekonomike, ajo patjetër duhet të ketë planet e veta, planin 1, 2, 3 ABC me fjalë, patjetër ajo duhet të marrë masat e veta, ndoshta jo të presë, po themi thellimin e krizës ose të presim derisa kriza vërtet fillojë të ndihet, pa ajo duhet të pompojë në një farë mënyre që në fillim nëse ajo është shef ekonomisë se si po performon. Kështu që pa filluar kriza e thellë, ajo duhet fillojë të ketë të zbatojë patjetër hapat e saj në një pas një, pa pritur që kriza vërtet filloj kriza, po duhet të ndërhyjë menjëherë që me shenjat e para të fillimit të krizës. Ne akoma nuk e ndiejmë se ne kemi parë, ndoshta nuk ka akoma atë rritje të theksuar të çmimesh të përballueshme, të papërballueshme, po patjetër duhet të përgatitet qeveria e para, edhe pastaj edhe bizneset, mendoj që edhe ato me tolerancën e tyre me bashkëpuntim pa diskutim, sepse në kohë krizash duhet një lloj ndërgjegjësimi të përballojmë këto situata. Edhe me shpresën që deri në krizën e ardhshme rafineria jonë ndoshta duhet jetë gati. Apo po vëmë shumë, sepse thanë që pas luftës në Ukrainë për 2 vite do të jetë gati, 2-3 vite, po. Kemi diskutuar edhe pjesën e rafinerisë, ne jemi të çuditshëm, nuk mendoj që ne jemi një vend që duhet të njihnim shumë kriza, fatkeqësisht nga politikat qeverisë në shumë raste ne nuk jemi dakord. Kanë treguar që ne fatkeqësisht mund të përfshihemi në kriza, ne nuk mund të ishim në vend që do ta ndjeshim të fundit të krizën si Shqipëria, edhe për fakt shumë resurse natyrore që kemi, për pozitën gjeografike që kemi, për njerëzit që janë këtu, ne do të ishim të fundit që duhet ta njihshim krizat. Normalisht Shqipëria i ka absolutisht që të gjitha, ndoshta asnjë në vend rreth nesh nuk i ka ato që ka Shqipëria, pavarësisht politikat e qeverisë që nga po themi
S'po llogarisimi 1990 se para 1990 të shi se isha ai sistem se ishe, por që nga 1990 nuk kanë menduar një politikë zhvillimi vërtet ta bëjnë Shqipërinë një vend ekonomik të fuqishëm deri diku po themi edhe të pavarur nga krizat. Zoti Zepishta, të falenderoj shumë për bisedën. Faleminderit.